ajo parti ka fakturë shqiptare që është matrix e krimit në Shqipëri. Nuk ka. Ajo parti ka krimin, substancën, shpirtin, mendjen e vetë. Sepse është ajo parti që ka sjell këtë situatë, është ajo tolerancë, ajo bashkëfajsi që kanë ata në vjedhje dhe në të gjitha, dhe ajo parti nuk është gjë tjetër vetëm parti e krimit. Mund ta përdori fjalën parti, por më shumë se çdo gjë tjetër i shkon fjala organizat kriminale. Asnjë protestues nuk ka kaluar në segmentin nga ura e tabakut tek dera e parlamentit. Kemi përjashtuar tërësisht nga veprimtaria protestuese. Por këta bandit kanë hedhur sasit pa fund me gazi për të revoltuar besimtarët që falnin namazin. Kanë futur me 10 trupa në taracat e bashkisë. Pra, cili është qëndrimi ynë? Qëndrimi ynë është ky. A e pat ju sa hudhen gaz në teritorin e Partisë Demokratike dhe bomba tymuse. Mirë, po ajo është rruga jonë, ajo është rruga e derson. Nga ajo rrugë do hymë. Kështu që i garantoj besimtarët se në absolute në teritorin Karshi Xhamis, Partia Demokratike nuk do të zhvilloj asnjë aktivitet proteste. Por natyrisht i garantoj organizatën kriminale se s'do mund të mbrojnë parlamentin duke u betuar se gjoja po mbrojnë xhamin. Njerëz të pa fe, pa din, pa iman, njerëz që vjedhin qytetarët e tyre nuk kanë asgjë të përbashkët, as me besimin, as me xhamin, as me kishën, as me teqen. Do ne tani kalojmë në forma të ndryshme protesta, diversifikojmë, kemi kreativitet.